Fillon nga e para me Boni Sala. Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Kur bëhet fjalë për dhimbjen, qenit njerëzore në përgjithësi kanë vetëm një prirje: ta shmangin atë. Mundohemi ta ngrijmë me punë, alkooli, substanca dhe sjellje të tjera jo të shëndetshme, kështu që shpesh përfundojmë në një burg dhimbjesh. Megjithatë, ka shumë histori të dhimbshme në Bibël, por Bibla thot se dhimbja që lejon Perëndia në jetën e një dishepulli të Jezus Krishtit nuk është pa qëllim, pavarësisht se sa ju ose unë mund të mos dëshirojmë ta dëgjojmë këtë. Qëllimi në dhimbjen që Perëndia lejon nuk është asgjë më pak se vetë zbulesa e Jezu Krishtit. Kur u rita, i kërkova Zotit vetëm një gjë: të më jepte një jetë të qetë. Por Perëndia më donte mua më shumë se unë atë. Dhe kështu ai lejoi në jetën time një dhimbje të rëndë, për të më zbuluar vetë Jezusin. Në kohë të qeta lutjes të dëshpëruara plot dhimbje, Jezusi foli përmes fjalës së tij. Ai e zbuloi vetë me emrin Elroi, që do të thotë ai sheh dhe ai dëgjon. E njoha dhe e dua Jezusin në një mënyrë që nuk do ta kisha dashur kurrë nëse s'do kisha përjetuar dhimbje. Shumë kanë ardhur në po të njëjtin vend. Kështu populli i besoi. Ata kuptuan që Zoti kishte vizituar bijtë e Izraelit dhe kishte parë dëshpërimin e tyre, dhe u përkulën dhe adhuruan. Ai ju sheh dhe ju dëgjon sot në dhimbjen tuaj. Shikoni më afër, Jezusi është atje. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.